Përshëndetje shenja Demit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe menditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizmë oracle. Në gjendjen tuaj personale kemi asi i shpatave, 9 kupat, 8 kupat, mbretëresha e monedhave. Java juaj hapet me kartën asi i shpatave, duke treguar se më në fund një situatë fillon të qartësohet. Nëse prej kohësh keni qenë të pavendosur ose të pavendosura, ose nëse keni kërkuar një përgjigje, kjo javë ju ndihmon të shihni të vërtetën pa mjegull. Ndoshta mund të merrni një lajm, të zhvilloni një bisedë të rëndësishme, ose ndoshta thjesht të ndryshoni mënyrën se si e shihni një çështje që ndoshta ju ka rënduar. Unë mendoj se do ta ndjeni se mendja juaj bëhet më e kthjellët dhe se vendimet merren me më shumë siguri. Kjo qartësi përforcohet nga karta me 9 kupat, një kartë që sjell kënaqësi personale dhe ndjenjën se diçka po shkon më në fund në favorin tuaj. Ndoshta mund të përmbushni një dëshirë të vogël, të merrni një lajm që ju gëzon, ose të ndjeni se po korrni frytet e një përpjekjeje të mëparshme. Kjo kartë ju thot edhe të vlerësoni atë që keni arritur, pa e krahasuar vazhdimisht veten me të tjerët. Megjithatë, 8 kupat tregon se kjo javë nuk ka të bëjë vetëm me fitoret. 8 kupat ju vendos edhe përballë një zgjedhjeje. Mund të kuptoni se diçka nuk ju përmbush më emocionalisht dhe të ndjeni nevojën të largoheni nga një situatë, nga një zakon ose nga një mënyrë mendimi që nuk ju shërben më. Nuk është një largim i nxituar, do thoja unë, por një vendim i pjekur për të ecur drejt diçkaje që ju jep më shumë qetësi. Në fund të javës shfaqet mbretëresha e monedhave, duke treguar se ky ndryshim ju bën më të qëndrueshëm ose më të qëndrueshme. Do të ndiheni më të lidhur me veten, më të kujdesshëm ose më të kujdesshme ndaj mirëqenies suaj dhe më të përqendruar tek ajo që ju jep siguri. Kjo kartë flet edhe për aftësinë tuaj për të krijuar ekuilibër mes zemrës dhe arsyes, pa sakrifikuar asnjërin prej tyre. Kartat këshillojnë të mos keni frikë të lini pas atë që nuk ju ushqen më shpirtërisht. Kalojmë tek familja. Në familje kemi 3 shpatat, mbreti i monedhave, 5 shkopinjt, 10 kupat. Në familje java mund të nisë me 3 shpatat, duke treguar se një çështje e mbetur pezull, një keq kuptim ose një fjalë e thënë në momentin e gabuar mund të prek ndjeshmërinë tuaj. Nuk do të thot me patjetër se bëhet fjalë për ndonjë konflikt të madh, por kartat tregojnë se disa emocione të pambyllura kërkojnë vëmendje. Situata fillon të stabilizohet me mbretin e monedhave, se kjo kartë nënkupton se ju do të përpiqeni të mos reagoni me impuls, por të sillni qetësi dhe maturi në familje. Për disa nga ju, ndoshta mbreti i monedhave mund të përfaqësoj edhe një figurë mashkullore që luan rol të rëndësishëm, për shembull duke ju ndihmuar në rikthimin e ekuilibrit ose duke dhënë një zgjidhje që është vërtet praktike. Megjithatë, 5 shkopinjt tregon se jo të gjithë do të kenë të njëjtin mendim. Mund të lindin debate të vogla, mospërputhje ose përplasje karakteresh. Kartat nuk tregojnë për armiqësi, por më tepër flasin për ego ose për këndvështrime të ndryshme që kërkojnë mirëkuptim. Për fat, java mbyllet me 10 kupat, duke treguar se çdo tension ka potencial të zbutet, harmonia rikthehet dhe do të kuptoni se lidhjet familjare janë më të forta se debatet e momentit. Pra mund të ketë një mbledhje familjare, mund të ketë një lajm shumë të mirë, ose mund të jetë thjesht koha e kaluar së bashku që ju rikthen atë ndjenjën e afërsisë. Kartat këshillojnë të zgjidhni mirëkuptimin përpara krenarisë. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi mbretëresha e kupave, faqa e shkopinjve, magjistari, 3 shkopinjt.
Dashuria nis me mbretëreshën e kupave, duke treguar se këtë javë do t'i besoni më shumë intuitës se sa fjalëve. Do ta kuptoni lehtësisht kush është i sinqert me ju apo e sinqert me ju dhe se kush jo. Nëse ju jeni në një marrëdhënie, do të ndjeni nevojën të krijoni më shumë afërsi emocionale. Nëse jeni beqar ose beqare, duket se nuk do t'ju tërheqin njohjet që janë sipërfaqësore. Me karton faqja e shkopimve, atmosfera ndryshon, sepse duket sikur ka një mesazh, ka një bisedë ose ka një njohje të re që mund të zgjojë interesin tuaj dhe t'ju nxjerr nga pritja. Mund të ndjeni se diçka po lëviz, por kartat tregojnë se kjo lëvizje nuk duhet lënë në dorë të rastësisë. Pikërisht këtu shfaqet Magjistari, karta më e fortë e kësaj sfere. Magjistari ju kujton se këtë javë ju keni mundësinë të ndryshoni drejtimin e jetës suaj sentimentale. Pra, mund të ketë një sqarim, mund të ketë një ftesë, një mesazh ose një hap të guximshëm nga ana juaj, që mund të hap një derë që deri tani ndoshta ka qëndruar e mbyllur. Interpretimi mbyllet me 3 shkopinjt, duke treguar se pas këtij hapi nuk do të shihni vetëm të tashmen, do të filloni të mendoni për të ardhmen, të bëni plane ose të kuptoni se një lidhje ka potencial të rritet. Kjo kartë ju thot të mos kënaqeni me emocionin e çastit, por të ndërtoni diçka që mund të zgjas. Për shumë prej jush, kjo kartë sjell ndjenjën se horizonti po zgjerohet dhe se zemra është gati të ecë përpara pa frikë. Kartat këshillojnë të besoni tek ajo që ndjeni dhe të mos keni frikë të hidhni hapin e parë, por nëse është për të mirën tuaj. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 3 kupat, ylli, të dashuruarit, 6 shpatat. Në punë, java nis me 3 kupat, duke treguar një atmosferë më bashkëpunuese. Mund të merrni mbështetje nga kolegët, të festoni një arritje ose të krijoni kontakte të vlefshme që mund t'ju ndihmojnë të ecni përpara. Bashkëpunimi do të jetë më i frytshëm se përpjekjet individuale, do të thoja unë. Më pas shfaqet ylli, një kartë shumë premtuese që rikthen shpresën dhe besimin. Nëse kohët e fundit keni pasur pasiguri për punën ose për të ardhmen profesionale, kjo javë ju sjell arsye për të besuar se gjërat po lëvizin në drejtimin e duhur. Një mundësi e re ose një zhvillim pozitiv mund t'ju motivojë. Në vazhdim kemi të dashuruarit duke treguar se do të përballeni me një zgjedhje të rëndësishme. Mund të jetë një ofertë, mund të jetë një bashkëpunim ose një vendim që kërkon të dëgjoni jo vetëm logjikën, por edhe atë që ju thot intuita. Pra mos nxitoni, zgjidhni atë që përputhet me vlerat dhe objektivat tuaja. Java mbyllet me 6 shpatat, duke treguar se po lini pas një periudhë më të lodhshme dhe dal nga dal po hyni gradualisht në ujëra më të qeta. Edhe nëse ndryshimi nuk ndodh menjëherë, kartat tregojnë se jeni në lëvizje drejt një faze më të qëndrueshme dhe më të qartë profesionalisht. Kartat këshillojnë të pranoni ndryshimet që ju çojnë drejt një të ardhmeje më të mirë. Kalojmë në Prism Oracle, ku kemi ecni me rrjedhën. Kjo kartë ju këshillon të mos luftoni me rrjedhën e jetës, sepse këtë javë sa më shumë të besoni kohës dhe ritmit natyror të ngjarjeve, aq më lehtë do të hapen rrugët përpara jush. Ndonjëherë gjërat më të bukura ndodhin kur ndalojmë së detyruari gjithçka që të ecë sipas planit tonë.